Çuna do të filloj dietën. Siç ardhem në Prizren, është qytet jashtëzakonisht shumë i bukur dhe më vjen keq që fëmijët nuk e kishin idenë që këtu flitet shqip. Kalon kufirin dhe goca në klasën e tretë, më thotë baba, po pse flasin shqip këtu? Kështu do të ishte shumë mirë që shkollat në Shqipëri të sjellin sa më shumë nxënës me ekskursione këtë ta njohin Kosovën. Edhe i mbirë nuk ardha asnjëherë, edhe dukshte pak çudi ditën e parë, derisa kuptoj që këtu është Shqipëri. Çuna, Prizreni është një super qytet. Ka shumë gjallëri dhe mendoj që është për të pasur zili nga shumë qytete shqiptare. Më pëlqeu jashtëzakonisht shumë. Të shohim dhe kalan, edhe bëmi gati për eventin që kemi në qendër të qytetit. Mendoj që destinacioni im për këtë verë shpesh do jetë Kosova. Kemi Prizrenin në plumb të dorës. Shikoni pak ku janë makinat, të afroj pak atje. Ja ku është bisha jo, është e treta. Tani jam më pak antar, se do jam në hotele, është akoma mëngjes. Do takohemi pak më vonë dhe do vazhdoj deri në ora 5 aktivitetin në Prizren. Çuna, është një mrekulli. Gjallëria më jep linja pozitive ku shoh kaq të rinj deri vonë në rrugët e Prizrenit. Na mungon shumë kjo në qytetin tim të vdekur të Elbasanit që mas orës gjithçka mbyllet. Shkoni pak. Është një vend që të mbush me pozitivitet.